nëse me fitu kohë, nëse mujmë 21 vjetor, nëse jo 21 vjetor, atë do t'ish mirë 11 janar. Pra janë mes të pushimit, ashtu që është për gjithë, për diasporën, për tonë, s'ka një rrezik që shumë njerëz me shku jashtë vendit në periudhën mes pranë kohën e sezonës pushimeve vjetore. Vetëvendosja preferon 28 vjetoren, cila ka më qenë qëndrimi juaj në këtë rast? Po ne mendojmë se është një gabim kjo, për shkak se është bashkë në kohën më aktive të pushimeve. Ju ndërhyjmë qytetarëve në shumë plane të tyre. Do të ishte udhësh ose në 21 janar, ose në 21 vjetor ose në 11 janar. Janë unik të gjitha parti politike për këtë datë, zotë Haradinaj, keni biseduar paraprakisht për një datë të tillë? Besoj që interesi gjithë neve është e fola atje në parlament, edhe pse një pjesë e tyre në vetëvendosje shpresojnë se ardha e diasporës është në favor të tyre. Jo çdo herë ashtu, sepse që dini, nëse shkojmë me 28, fakturat e energjisë shkojnë me 26, 27, edhe do të jetë lajm i mirë për qytetarët çmimi i energjisë. Pra edhe ata kanë interes 21 dhjetorin ose eventualisht mesin e janarit. Tani presidentja në diskrecion i ka 10 ditë me shpërnda parlamentit që mund ta shtyjnë pa deri në 11 janar.